Tirana e marrë peng, kryeqyteti i rrëmbyer në institucionet që duhet të mbrojnë. Tirana sot nuk është qytet. Tirana është peng. Peng i korrupsionit, peng i pazareve politike, peng i një sistemi që ka zëvendësuar drejtësinë me miqsinë, ligjin me telefonatat dhe shtetin me klientelizmin. Dhe kjo pengmarrje nuk është e padukshme, është publike, arrogante, sfiduese. Qyteti është kthyer në një pronë private të një grushti njerëzish që nuk e administrojnë, por e shfrytëzojnë. Kushtetuesja, ajo që teorikisht duhet të jetë porta e fundit e drejtësisë, sot është bërë porta e parë e shpëtimit për politikanët e pushtetit. Vendimet që dikur vendosnin standarde, sot vendosin precedent të neveritshëm. Kush ka krah politik, mbijeton, kush ka dosje të rënda, shpëton, kush ka interes, e bën ligjin lastik. E kush mbetet viktim? Qytetari i zakonshëm, taksapaguesi, ai që sheh vendimet të shkruhen jo me kushtetut, por me pazare. Kryeministria nuk qeveris, dirigjon. I jep komanda institucioneve si të ishin repart ushtarak. Emëron, shkarkon, hesht, urdhëron. Kur një skandal shpërthen, nuk kërkohet përgjegjësi, shtypet zëri. Nuk kërkohet transparencë, përpunohet propaganda. Dhe propaganda është institucioni më i madh që funksionon në Shqipëri, më i pasur, më i fuqishëm dhe më agresiv. Por pengmarrja më brutale është në Tiranë. Kryeqyteti është kthyer në laboratorin më të neveritshëm të korrupsionit urban. Erion Veliaj ka bërë atë që pak njerëz do të guxonin, ka shndërruar qytetin në një biznes personal, ku çdo metër katror, çdo pemë, çdo shesh, çdo leje, çdo tender, ka një emër, një plan dhe një faturë. Tirana s'po ndërtohet, po shitet me copa, qytetarët nuk jetojnë, përzihen, vendimmarrja nuk bëhet, blihet, bashkia nuk administron, ndërton kulla, në çdo cep, me çdo çmim, për çdo mik. Ndërkohë që Tiranës i ngrihen beton pas betoni, popullit i ulen kokat. Rrugët shkatërohen që të rindërtohen sërish me të njëjtin emër tenderi, por çmim më të larë. Parkingu paguhet, autobuset vonohen, lagjet mbyten nga trafiku, ajri bëhet helm, qyteti bëhet grop, ndërsa zyrtarët bëhen milioner. E gjithë kjo mban vulën e institucioneve që duhet të mbronin ligjin, por kanë zgjedhur të mbrojnë pushtetin. Dhe kur qytetari ngrihet, kush e përbën murin? Po të njëjtit gjyqtar, prokuror, politikan që i tremben vetëm një gjë, lirisë së njerëzve që u shkatëruan jetën. Sot, Tirana s'është metropol, është trofe. Një trofe që po ndahet midis atyre që kanë fuqinë të vjedhin ligjërisht. Dhe nëse ky qytet nuk çlirohet nga kjo pengmarrje, shumë shpejt nuk do të ketë më as rrugë për të ecur, as ajër për të marrë frymë, dhe as demokraci për të mbrojtur. Sepse korrupsioni në Tiranë nuk është më thjesht fenomen, është sistem. Dhe sistemi nuk shembet me fjalë të buta, por me zë të fortë. Dhe ky zë duhet të fillojë tani.